shiko vetëm turizmin, se janë ca që thonë, më mirë se e solli koha, janë bukuritë e natyrës, po pse bukuritë e natyrës nuk ishin aty? Po pse deti Adriatik, deti jonë, nuk ishte aty? Po lumi i Vjosës nuk ishte aty? Po Ksamili nuk ishte aty? Po malet që janë mbushur me turistë sot nuk ishin aty? Thethi nuk ishte aty? Këtu ishin gjitha bukuritë e natyrës. Po qytetet, Gjirokastra, a ishte aty apo s'ishte aty? Apo e solla unë kur mora mandatin e parë. Berati ishte apo s'ishte aty? Korça ishte apo s'ishte aty? Tirana ishte apo s'ishte aty? E si ka mundësi të ashti që të gjitha këto u kthye në destinacione turistike, apo se pa pritur e pa kujtuar u zgjuan një ditë 12 milion njerëz dhe thanë hajtë se po shkojmë atje i herë se s'kemi qenë atje. Puna, dit, nat, dit, nat, orë t'i djallë. Kuptohet, kështu që se që kam për të fituar unë, këtë da shohin në 11 maj, po këtu nuk bëhet fjalë për mua, këtu bëhet fjalë për diçka shumë më të madhe. Këtu bëhet fjalë për t'i dhënë pasaportën e BE-s në radhë parë kalamajve të këtij vendi, në radhë parë fëmijëve të këtij vendi, në radhë parë atyre studentët të këtij vendi, por t'i dhënë pasaportën e BE-s, jo TikTokun, pasaportën e BE-s. Për këtë bëhet fjalë. Dhe për këtë duhet ka përcyer mbi partitë, duhet ka përcyer mbi proçkullat dhe mbi dokrat dhe mbi pakënaqësitë, që janë legjitime të gjitha, nuk diskutohet. Duhet ka përcyer mbi këto. Sepse është një moment në histori që treni i historisë ka ndaluar përpara nesh. Dhe duhet ta kapim. Dhe kush e kap trenin e historisë shkon përpara. Kush kthehet në anën tjetër dhe ja fut gjumit, ose thot hama se s'është ky momenti, ose hama se e kanë fajin këta, e kanë fajin ata, e humbet trenin e historisë. Kuptove ti, miku im. Por janë mblidheni me kaq eufori për të bërë punët që ju takon si qeveria, apo vetëm për partinë bëni kështu WTF Toni. O Toni, po në siguri ke parë atë video në mbrëmshme që flet shumë. Po mirë, po si flitet shumë, Po si flitet shumë. Si ka mundësi që flitet shumë. Futja kot, Miguel. Qohën pikës about e futja kot. Farë. Nuk e di dhe më thënë qarë mon bete që më thënë. Po në Karavasta keni plan për të vendorë se është degraduar çdo gjë, rrugë të lagje e lënë në mëshirë. Tani, këto fjalët degraduar çdo gjë shkonin dikur. Sot nuk shkojnë më, unë dje isha në Livjak me kryetarin e bashkisë, një fermer jashtëzakonshëm, me një sukses jashtëzakonshëm atje, po mbi të gjitha një njeri i dashuruar me vendlinjen e tij që i rri mbi kokë gjitha punëve. Dhe kemi vajtur dje në një rrugë që po bëjnë në një fshat, Remas quhet, që lidh Remasin me një fshat tjetër. Dhe e di çfarë tha kryetari i bashkisë. Rruga e parafundit rurale e Livjakës. E di ç'do me thënë rruga e parafundit rurale, do me thënë që të gjitha rrugët e fshatrave janë tani më të lidhura. Janë të lidhura me standardet e një rrugë fshati. Se dëgjoj shumë këtu që thonë, fshati, lën fshati, jo mor jo, se s'është kështu fare. Natyrisht që ka plot akoma për të bërë, se nuk mbarojnë të tëra, është si puna e ujit. S'ka uj, si s'ka uj, ku s'ka uj. 4 zona urbane kishte Shqipëria që furnizoheshin me 24 orë kur ne morëm detyrë. 4. 43 urbane dhe 98 rurale ka sot. Ju duken shumë juve. 3 mandata. Po mirë, sa janë 3 mandata? 12 vjetë. Po pse s'u bën në 120 vjetë atëherë? Kishin bërë në 120 vjetë. Pse nuk u bën? Ku ishin? Dhe 11 kantiere janë sot që flasim në punë për ujin e pishëm. Të tjera
plus edhe një blok tjetër, dhe brenda mandatit 4 mbyllet dhe kjo punë. Mbyllet një punë që nuk u hap kjo më të mbyllej për 100 e ca vite, se dhe në kohë të komunizmit nuk kishte ujë 24 orë, përveç se në disa pika të caktuara, që t'jemi të qartë në bashkë. Në Vlorë, kam thënë dhe herë tjetër, në Skel, në mes të Vlorës, kur shkoja dhe gjyshja për pushime, nuk kishte ujë 24 orë. Dhe ujin e pishëm në Drek, shkoni me mbushim të Qezma për bashkët e lagjes. Kuptove. Po pa tjetër që për Karavastan kemi projekt, e kemi projekt të jashtëzakonshëm. Së bashku me Josifin atje, edhe së bashku me ekipin atje. A ke ndonjë projekt për të ardhmen e Burrel Milotit, që njerëzit e turistët shfrytëzojnë burit manicët, natyrës, liqeve, udhës shkopet, rruga komplet standardit rrugës, nuk duhet lënë bazdore rruga e dritës, një rrugë gati 100 vjeçare që ka lidhur veriun, një është patjetër, nuk duhen lënë bazdore, po tani e bëm rrugën Arabit apo s'e bëm. A ishte premtu Den Babaden, a ishte premtu, a ju kishte ardhur bufi Knedës atje, dhe sa herë vinte ju shifte një herë në 4 vjet, ose një herë në 2 vjet, kur i duheshin ato votat symbyll që i keni dhënë pafundësisht dhe keni marrë në qafë veten tuaj për vite me radhë, lat veten pa rrugë, pa ujë, pa asgjë, me bufin. A ju thoshte të bëj rrugën Arabit? E kush e bëri rrugën Arabit? Tani patjetër do e bëjmë edhe këtë, po me radhë, se nuk i kemi mundësitë që t'i bëjmë të gjitha me njëherë. Nuk jemi Gjermania, që dhe Gjermania sot problemin kryesor e dinë çka ka infrastrukturën. Sepse i ka bërë rrugët kur ne s'kishim lindur akoma, dhe tani i duhet tu rikthehet atyre. Nuk bëhen këto gjëra me njëherë, dhe pyesni çik sa shkon një projekt infrastrukture në një vend Bashkimit Evropian. Sa shkon si kohë.